Dashi, në marrëdhënie sot do të ndiheni më të afërt me partnerin dhe do të keni dëshirë të ndani ndjenjat tuaja më thellë. Nëse jeni beqar, dikush nga rrethi juaj i miqve mund të shfaqë interes të veçantë. Mos lejoni që ndonjë keq kuptimi vogël t'ju prish humorin. Në punë do të përballeni me disa detyra të papritura. Një lajm i mirë financiar mund të vijë në fund të ditës, duke ju sjellë qetësi dhe siguri. Demi, dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes, ku mund të ndjeni nevojën për të përmirësuar komunikimin me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë të rreqës në një ambient pune. Shëndeti kërkon pak kujdes, veçanërisht me ushqimin dhe aktivitetin fizik. Mbani mend se vendimet e mençura sot do të sjellin përfitime në të ardhmen. Binjakët. Në marrëdhënie mund të ndjeni një tension të vogël për shkak të mungesës së kohës së kaluar së bashku. Mundohuni të lini pas egoizmin dhe të fokusoheni te nevojat e partnerit. Në punë, do të keni mundësi të reja për të shfaqur talentet tuaja, prandaj mos u tërhiqni. Financat janë nën kontroll, por disa shpenzime të papritura mund të dalin gjatë ditës. Gaforia. Sot do të ndiheni të mbështetur nga partneri dhe do të keni mundësi të forconi lidhjen tuaj me gjeste të vogla dashurie. Nëse jeni vetëm, një takim i rastësishëm mund të ndezë emocionet tuaja. Një investim i vogël mund të sjellë përfitime të këndshme në të ardhmen. Reflektoni mbi zgjedhjet tuaja për të ruajtur ekuilibrin personal. Luani. Në jetën sentimentale, ndjeshmëria juaj do të bëjë që të afroni më shumë partnerin ose të rishni vëmendjen e dikujt të ri. Mos lejoni që pasigurit të ndikojnë në mënyrën si shprehni ndjenjat. Në fushën profesionale, është dita për të përmbyllur detyrat e vjetra dhe për të përgatitur për nisje të reja. Virgjëresha. Sot është dita për të shprehur ndjenjat tuaja të vërteta ndaj partnerit dhe për të sqaruar çdo paqartësi që mund të ketë lindur kohët e fundit. Në punë, mos lejoni që detajat e vogla t'ju shpërqendrojnë nga qëllimi kryesor. Bëni llogarit mirë para se të merrni vendime të rëndësishme. Peshorja. Në marrëdhënie do të ndiheni të frymëzuar për të bërë plane të reja afatgjata me partnerin ose për të rikthyer pasionin. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje të veçantë me dikë që ka njohur prej kohësh. Për sa i përket financave, është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të planifikuar investime të vogla. Evitoni huazimet apo shpenzimet e panevojshme. Akrepi. Sot në dashuri do të ndjeni nevojën për më shumë pavarësi, por mos harroni të ndani kohë edhe me partnerin. Komunikimi i hapur do të jetë çelësi për të shmangur keq kuptimet. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos anashkaloni aktivitetin fizik. Një këshill nga një familjar do t'ju ndihmojë të menaxhoni më mirë parat. Shigjetari. Në marrëdhënie do të ndjeni një dëshirë të fortë për të bërë ndryshime dhe për të sjellë freski në jetën tuaj sentimentale. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur lodhjen e tepërt dhe duke pushuar sa duhet. Financat janë nën kontroll, por është mirë të shmangni shpenzimet për gjëra të panevojshme. Britsjapi. Dashuria do të jetë e qetë dhe harmonike, me mundësi për të kaluar momente të bukura në çift ose për të takuar dikë të veçantë nëse jeni vetëm. Fjalët e sinqerta do të forcojnë lidhjet tuaja. Një këshill e mençur nga një mik mund të jetë shumë e vlefshme. Planifikoni mirë kohën dhe burimet tuaja për të pasur sukses. Ujori. Sot do të ndjeni më të hapur ndaj ndjenjave dhe do të keni dëshirë të ndani emocionet me partnerin. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur që do t'u ngrejë humorin. Financat janë të qëndrueshme, por mund të merrni një ofertë për një bashkëpunim të ri që kërkon analizë të thellë. Në fund të ditës, një surprizë e vogël mund t'ju përmirësojë humorin. Peshqit. Në jetën sentimentale mund të ndiheni nostalgjik për një lidhje të kaluar, por është koha të përqendroheni tek e tashmja. Partneri juaj do të vlerësojë përpjekjet tuaja për të forcuar marrëdhënien. Financat janë të mira, por është e këshillueshme të shmangni shpenzimet e mëdha. Një ide e re biznesi mund të lindë gjatë një bisede me miq. Shfrytëzoni mundësitë pa u ngutur